Të dashur miq të televizionit Nova, studio e hapur në gjuhën shqipe, mirëmbrëma. E shtu në ora 17:30, termini kur është i rezervuar për emisionin Studio e hapur. Për të debatuar sot për aktualitetet politike këtu në vend, se a do të kemi zgjedhje me 5 qershor, emrimin e ministrave të ri që i ka emruar, do thotë nga partia shqiptare, do thotë BDI. Sot kam ftuar analistin Njazi Muhameti. Zoti Njazi, mirë se na erdhe. Gjithashtu në krajin tim të djathtë kam profesorin Isa Spaju. Profesor, mirë se na erdhe. Gjithashtu edhe përfaqësuesin e Partisë për Prosperitet Demokratik, zotri Faton Aliti. Zotri Aliti, mirë se na erdhe. Zoti Njazi, po fillojmë me juve, do thotë Maqedonia po përfshihet tash një vit, do thotë në një krizë të thellë politike. Mund të jepni një shpjegim në pika të shkurta para se të përqendrohemi në pika tjera, do thotë se në bazë se çka erdhi kjo krizë dhe si është dalja nga kjo krizë? Por mendoj se tash për tash është më aktuale edhe më e dobishme për ta trajtuar është si mund të dilet nga kjo krizë, edhe pikërisht nga kjo krizë që sot është tema më aktuale dhe më ashtu që kërkon një përgjigje më të shpejtë. Tash pikërisht nga kjo ditë ne na duket çështja të jetë e komplikuar, për arsye se Maqedonia ka kohë që ka hyrë në zonën e një shteti ilegal, ku më përmbyset kushtetuta në disa gjëra, përmbysen ligjet, kemi dualitete në veprimin gjyqësor, dualitete në rrafshe të tjera, kështu që ka një konfuzitet tash që zgjidhja të cilit tash ose qartësimi të cilit tash kërkon edhe ndërhyrje më operative dhe një ndërhyrje ashtu më të qartë. Unë besoj tash se nga sot e të qetë tash më afër një solucioni që të themi më të dobishëm për tonë Maqedoninë do të jetë nëse të dy palët tash rrinë në pozicionet të pakompromis në ato kërkesat e veta, do të jetë vetëm një zgjidhje e qeverive të ekspertëve, e cila ndryshon prej qeverisë teknike, po në shtetet e tjera, në demokraci të zhvilluar, në krizë të këtilla, këto qeveri e marrin emrin qeveri të shpëtimit kombëtar. Kështu që më afër dhe zgjidhja tash më që do të jepte zgjidhje kësaj është të dy palët të pranojnë këtë. Përndryshe, u pa se po që se do të thonë është vështirë të shkohet në zgjedhjen me 5 qershor që për arsye se tash do të ketë zhvillime të treja, mund të vëmërohet të mbetet e vetëm, nuk është e sigurt bile as edhe pjesëmarrja e BDI-s në atë zgjedhje, mund të shkëputet PD-SH-ja në atë që mos i shoqërojë atë, do humbet një kohë, do shpallen jo legjitime, kush e di sa të drejta të jenë këto zgjedhje, prapë nuk do njihet legitimiteti aty nga faktori ndërkombëtar. Kështu që aspekti tjetër, shtyrja deri në shtator, prapë nuk do jetë një zgjedhje, do jetë një reprizë e kësaj me një formë më të ndryshme, kriza do vazhdojë. I vetmi solucion që e mbështesin edhe shumë analistë edhe maqedonë edhe të jashtëm, përfshi këto edhe ndërmjetësin ndërkombëtar Van Hojte, që është një prej ndërmjetësve që ka një kapacitet edhe një qëndrim shumë demokratik rreth këtyre situatave, edhe si përballohen krizat të këtilla, si janë përballuar këto dhe në bazë të diagnostikës së krizës këtu në Maqedoni, unë më duket se ideja e tij për një qeveri ekspertësh 1 apo 2 vjetë është më e dobishme për Maqedoninë dhe do të jep një zgjidhje që do të transformonte diçka në Maqedoni përmes transformimit dhe ridefinimit edhe të pozicioneve të institucioneve edhe shtetërore dhe këtyre të pushteteve të ndara. Unë tash për tash, do të thonë, kjo javë është deri më 15 java e konfuzitetit më të madh që do mbretërojnë në Maqedoni, për arsye se ke në antagonizëm dy forcat që kalkulojnë, mirërisht kalkulojnë vetëm që të bëjnë kompromise, të dy palët synojnë që kësaj krize të japën zgjidhje përmes zgjedhjeve që edhe teoretikisht edhe praktikisht është shumë e pamundshme. Zotëri Spaju, si e pat ju do thotë këtë
fillim të krizës edhe vazhdimisht për shkallëzimin e retorikës politike në mes partive politike? Tani, këtë krizë në Maqedoni ka sjellë vetë kjo qeveri që është. Qeveria aktuale, fatikisht, tani në qeveri është edhe në SDM-ja, po qeveria aktuale thjesht vëmëroja bashkë me BDI-n. Dalin nga kjo krizë, nuk mund të presim nga këto qeveritarë. Dalin nga këto krizë, nuk mund të presim nga njerëzit të cilët e kanë krijuar këtë krizë, që e kanë sjellë këtë krizë. Fatkeqësisht. Ndërsa fatmirësisht ka disa lëvizje pozitive që faktori ndërkombëtar filloi të intervenojë në këto raste, filloi të nxjerrë në pa situatën e vërtet. Zotëri Niazi përmendi edhe Juan Hojtin, i cili me çdo kush kërkon reforma, kërkon që të respektohen të gjitha marrëveshjet që janë arritur tani, siç është edhe marrëveshja e Përzhinos, ku pjesë dorëzimi i mandatit nga ish kryeministri, me kryeministër të ri, me ministra të ri, ndryshim qeverie, ka disa plotësime. Por ka ana tjetër është krijuar një mjegullim, një huti te një opinioni ose te vetë njerëzit, kështu që kanë filluar njerëzit mos e kuptojnë se çka ndodh. Dhe kjo i konvenon qeverisë. Kjo i konvenon qeverisë që njerëzit mos dinë se çka ndodh, mos të rrinë në huti dhe me çdo kusht presin nga që janë të lodhur, se ne jemi më të lodhur me këtë situatë. Kjo situatë është aktuale gati se 1 vjet, por gjatë gjithë kohës, për 10 vjet që kanë qenë në qeveri, na ka mundu. Por tani këtë vitin e fundit kanë filluar të lodhen vetë qytetarët, qofshin shqiptarë, qofshin maqedonë edhe të tjerë, kanë filluar të lodhen edhe ndërkombëtarët, kanë filluar të lodhen edhe vetë ato të cilët bëjnë politikë. Filluar të lodhen me këtë politikë. Është e vetmja gjë që kërkohet nga ato që me 1/5 qershor të hyjnë në zgjedhje. Që të fitojnë zgjedhjet, gjë e pamundur. Ja, e shoh dje kanë bërë shpërndarjen e parlamentit. E kanë lëshuar parlamentin. Çka nëse nesër kërkohet që ato njerëz të kthehen në parlament? Si do kthehen? Jo, nuk do të kthehen, do të kthehen. Po si do të kthehen? Akoma e thellojnë hutin, akoma e thellojnë problemin të popullatës se çka më tutje. Opozitën e kemi të heshtët, filloi një lëvizje, e ndërpren, fillon edhe një lëvizje tjetër, e ndërpren, fillon protestat e ndërpren, opozita s'është të bëjë as sa duhet të bëjë. Te opozita do të kthehemi në pjesën e dytë të emisionit. Dakor, të kthejmë këtë tash. Dhe këto e shfrytëzojnë rastin dhe fitojnë në kohë. Fitojnë në kohë që sa më shpejt të afrohen zgjedhjet e qershorit dhe këto të i bëjnë ato zgjedhje. A do dalim nga ne zgjedhje do kemi, por zgjidhje nuk do të kemi. Zgjedhje po, por zgjidhje jo. Zgjidhja është zgjidhja e problemeve. Qofshin ato brenda Maqedonisë, qofshin ato Maqedonia që ka edhe me shtetet tjera dhe me shtetet fqinje. Zotëri Aliti, jeni do thot përfaqësuesi PPD-s, një parti e cila nuk ka qenë nënshkruese e marrëveshjes së Përzhinos dhe realisht në bazat, në pikat e shkurta i dini se çka përmban marrëveshja e Përzhinos. Ju si përfaqësues politik, a mendoni që ka hapësirë tash Maqedonia me shku në zgjedhje me 5 qershor dhe çka janë këto lëvizje që janë bërë, do thot, a i plotson kriteret ose kërkesat e partive politike? Po tani është më se evidente se as që është zbatu në tërësi marrëveshja e Përzhinos dhe as që ka kohë zbatohet, në mënyrë që në 5 qershor të kemi zgjedhje të besueshme, kredibile në bazë parimeve demokratike e kështu me radhë. Mos zbatimi i marrëveshjes së Përzhinos është si rezultati obstruimit të 2 partive në pushtet, gjithësisht VMRO dhe BDI, sepse edhe pse e nënshkruan ata këtë marrëveshje, siç po kalon të koha me zbatimin e marrëveshjes, ata aq më shumë përjetonin zbatimin e saj si humbje të pushtetit me automatizëm. Do të thotë, po që se kjo zbatohet, ne me automatizëm e humbim pushtetin. Dhe kjo na jep një arsye plus për gjithë ata zëra që në fillim thonin se ai që shkaktoi krizën nuk mund edhe të jetë pjesë zgjedhjes së krizës. Por normal aspektet teorike dhe politike, të cilat duhet të jenë më pragmatike, ndryshojnë shpesh
ndoshta edhe pa në shkrimin e tyre s'do ishte i mundshëm as fillimi i procesit, por kjo është diçka tjetër. Dhe do me thonë vetë fakti se ata po i obstruojnë na jep edhe një argument tjetër që të mendojmë se këta megjithatë janë të vetëdijshëm se me zgjedhjet në të kaluarën diçka s'pas ka qenë në rregull. Marrëveshja e Përgjinës siguron minimumin e domosdoshëm për zgjedhje të lira, fair, demokratike. Nuk siguron zgjedhje me standardet evropiane, të Bashkimit Evropian gjithësisht. Dhe mu për këta, edhe sikur një pjesë shumë e vogël e asaj marrëveshje, edhe ashtu siç do ndikush ta prezantoj pas ka mbete pa zbatuar, është argumenti mjaftueshëm se në zgjedhjet të 5 qershorit nuk mund të krijohen kushtet e dëshirueshme. Sa u përket ndryshimeve, potezave të BDI-s, ndryshimeve të ministrave dhe vendimit për shpërndarjen e parlamentit, unë kështu kam pa disa shenja për të cilat nuk jam i sigurt tani është taktizim ose është mos pajtim, sepse ne megjithatë nga anash jemi dhe nuk i kemi gjitha informatat, por në votimin për shpërndarjen e parlamentit, as deputetët e BDI-s dhe as të PD-s-s, me sa di unë, normal edhe të LSDM-s, nuk kanë qenë prezent në parlament, që lën një hapësirë për dyshu. Mandej nuk besoj se ata këtë vendime kanë marrë dje. Sigurisht se janë disa potezat të parapam të pakten në një periudhë pak më të gjatë, jo shumë, po sigurisht se nuk është 1 ose 2 ditë më herët. Dhe ndryshimi i ministrave, unë e shoh nga aspekti taktik, të themi, të tërhiqen disa figurat e cilat tani mu u bën cak i sulmeve të mediave, të sektorit civil, të opozitës, e kështu me radhë, dhe të nxirren në front ftyrat më pak të njohura. Profesionalisht, ashtu si që thonë ata, unë nuk kam asnjë të drejtë të dyshoj në aftësitë e tyre, sepse nuk i njoh, do t'i vlerësojmë më tutje nëse do kemi rastin. Por fakti se ata janë të panjohur, relativisht të panjohur, jo totalisht panjohur, mendoj se është një potezë taktik për me i tërheq, për me ndru cakun e sulmeve, dhe nesër ky ai kur të merren me emra nga ish ministrat, dikush me drejt mund të thotë po ç'keni tani me ata kur këta i ndrumë. Mirë po, nga aspekti sotshëm, ne nuk e dim edhe sot çka mund të ndodhë, mund të kemi informata shumë të reja. Mendoj se në këtë mënyrë që insistohet me çdo kusht të shkohet në 5 qershor nga 2 partitë në pushtet, është variant i gabueshëm, sepse kjo vetëm mund të sjellë thellimin e krizës dhe në asnjë mënyrë nuk do të sjellë zgjedhje që t'i pranon opozita dhe rrjedhimisht nuk do t'i pranojnë as institucionet ndërkombëtare. Ashtu, të dashur miq, që kjo ishte pjesa e parë e emisionit, shkojmë në një blok të marketingut, kthehemi pas pak në studio.